shoh diçka të Saliani, ka një problem sikur flet me doreza, pra kursen shumë gjëra tek e folura. Po të humbë ndoshta njerëzit. Po pra, jo, nuk është çështje humbjes njerëzve, mendoj se fiton më shumë njerëzit, nëse nuk flet me doreza. Tash ju jeni aty, un kam qenë dikur dhe kam dorëzuar atë kartën. Tani, shqetësimet e demokratëve kanë qenë këto. Pra ka njerëz të cilët shkojnë në zonat elektorale, vetëm han drekë si deputet, i fusin një 2 shishe verë dhe kthehen në Tiranë. Janë skualifikuar njerëz, djemë dhe vajza në gjithë Partinë Demokratike për shkak të interesave shumë klienteliste ose legve dhe janë futur njerëz që nuk e meritojnë. Pra, i thoni do t'ju këto dhe diçka tjetër. Ku do në politikën botërore është shumë rëndësishme të dihet kush po vjen, kush po sfidon. Por ju është thonë gjithmonë që e solli Henry Qilin PD, është produkt i laboratorit të Henry Qilit, është i Sorosit. Pra, në thelb, në Partinë Demokratike ti kush je? Pra, të ka sjell Henry Qili me inkubator, pra ka qelur veza Henry Qilit, apo ke diçka, ke një histori personale, histori familjare, pra kush je? Pra duhen të dinë demokratët kush është ky personi. Ja të përgjigjem nga kjo e fundit. Kush është ky personi që po na sfidon ne këtë liderin e madh të demokracisë, të votës lirë. Pra duhet mendoj se është e nevojshme ta dim dhe ta dim njerëzit, pra kush po sfidon, ato ta bun. Zero lidhje, unë shikoj në profesion mund të ndodhë që të kesh kontrata apo kontakte me fondacione apo me gjë tjetër. Unë kam zero lidhje historike, asnjëherë nuk kam pas asnjë lidhje me fondacionin Soros apo me Sorosin. Zero. Nuk është se po të kishte ndodhur nuk do ta thosha. Kam pas zero lidhje asnjëherë. Unë nuk jam fut Partinë Demokratike nga asnjëri. As nga Henry. Por është ka thithë Sorosi se ka njerëz që nuk i tret vetë Sorosin. Po mirë, nuk ka rëndësi. Mund të jetë për të gjitha arsyet e mundshme, unë po them nuk jam. Edhe ne për shembull dhamë një bilet kur syer shumë nuk ka hef. Ndërsa unë këtë po të them, pra nuk ka rastis dhe nuk kam asnjë lidhje. Pjesa tjetër ka një gjë që bëre mirë që më pyete. Unë kam lindur në Partinë Demokratike, familja ime është në Partinë Demokratike. Unë kam qenë që në gjimnas, antar, aktivist në forumet. Ai të ka vetë përjashtuar, ti thua kam se ka rëndësi kjo për njerëzit. Baba im ka qenë kryetar në ndege, ka qenë kryesi, ka qenë në funksionë në Partinë Demokratike. Unë jam lind tu, unë nuk kam ardhur nga Partia e Punës dhe kam ndru parti. As nuk kam ikë në sigla tjera. Kam qenë në siglën e Partisë Demokratike. Se kush ka ardhur nga Partia e Punës? Po kam edhe njerëz që kanë ardhur nga Partia e Punës për shkak të moshës. Kanë qenë atë parti, kanë ardhur këtu. Kanë qenë parti, kanë qenë sigla të tjera, kanë ikë. Unë nuk kam ikë asnjëherë nga Partia Demokratike. Ka rastis, kam lindur. Por të gjithë aty kanë lindur Pashka i shkretë lindi dhe u vra aty. Po pra, kështu që nuk është ka që në këtë sens, po mirë, po vinte me një histori të caktuar, po vërtet. Tani, kështu që nuk qëndrojnë asnjëherë nga këto, janë të gjitha komarrliqe nga këto që edhe këta se nuk kanë. Ata ti thon, ka zënë vend në PD. Di thon, po edhe unë prandaj u përgjigja. Ai në PD ka qenë edhe me shkop të dera PD-s. Lidhje për të mbrojtur Partinë Demokratike. Për të mbrojtur Partinë Demokratike dhe ka qenë ajo ka qenë në kat të tretë. Ajo e Shkopit. Dhe kur e shap një derë e caktuar, se kam sqaruar po e sqaroj prap, kur e shedhur gazi Lotciellës, që nuk e kemi hedhur ne, se unë jem kat tretë se duket nga droni ku e ka kap atë, unë kam dash që të hap dritare e caktuara se ishte më mbytës aty. Por unë rridhe me Shkop në dorë për të mbrojtur bindjet e mia. Po pse ti mendon që ata se tani po e bën kështu. Kujt i dola me Shkop në dorë? Unë i dola do kujt që më erdhi dhe më tha që të lutem kështu, apo njerëz që mund të vinin edhe të priteshin për shkak se po flaseshin dy drejtues. Ishe këtej. Jo, më kam qenë. Kalove këtej. Tani po del prapë përballë. Kjo është që ti bësh shërbim atyre që ta kanë thënë. Tela ndihmon pak. Nuk është kështu. Jo ndihmon. Unë kam thirrur kjo që ka thënë këtë, ky është shërbimisht që ti ta themon. Po jo është pa vërtet, pra. Po e thonë pa vërtet. Jo, ja me Lulzim Bashën. Jo. Kalove. Po thot pa vërtet. Po del. Jo, po thot pa vërtet. Basha ishte bythë brek me. Po thuat pa vërtet. Jo, po thuaj të vërtetë. 5 ditë e fundit Basha nuk ka qenë me doktor. Unë jam i vetmi njeri që nuk kam lëviz. Unë kam qenë Basha jep të jetën për doktor. Lutem. Unë kam qenë te sigla e Partisë Demokratike. Shkoj sigla e Partisë Demokratike, u bë kryetar Sali Berisha. Kam qenë tek sigla e Partisë Demokratike. Është Partia Demokratike sot. Ktu jam aty. Tani një pyetje kam unë. Unë nuk kam bërë koalicione as me parti që i kam sharë. Unë nuk kam bërë as kam ikur ndonjëherë me qeverinë. Unë nuk kam marrë as ish ministrat PS-s të bëj deputet. Unë nuk kam marrë as ish deputet PS-s të bëj deputet. Unë nuk kam ndryshuar në qendrim ndaj askujt. Unë nuk kam qenë nga ata që kam përmendur me emër
edhe i kam shkuar tani Berishës. Unë kam thënë një gjë. U kam qenë të sigla, valla, si ke qenë aty ke Ato t'i bëjmë pyetjet e tjera, më valla, mbetëm. Të vërtetën. Po që i them unë, i them unë. Jo, i thot njëri që i them. Po, dakord, unë po them me çfarë i ka thënë. Sepse sapo më the, sepse ka gabuar, nuk ka. Ishte pa vërtet. Tela ka drejtë. Të sigla. Kam një pyetje. Kandidoj, po mirë, më kam një pyetje po të them. Kandidoj me siglën e Partisë Demokratike, se Lulzim Bashkë nuk e zgjodha unë, e ka sjell Pyetje nuk të lejoj unë të bëj. Ti ke votuar? Ka votuar unë. Vetëm flamurin lejoj të bëj pyetje. Ti ke votuar? Vetëm flamurin lejoj unë të bëj pyetje. Tani, dëgjoj. Si mund të thuash ke qenë aty? Unë kam qenë te sigla e PD-s kohën, valla. Se themi thon më gjatë, do un po t'i them ty. Po jo, më nuk e kam. Ky është konstatim i parë. Po se konstatim valla, kam qenë me PD-n. Ke qenë e PD-s. Ke qenë me kryetar Lulzim Bashën, kur ke pas Shkopin në dorë. Ke qenë me Lulzim Bashën. Kush ka qenë atëherë me tjetër me Lulzim Bashën? Të gjithë ata që janë. Ka qenë gjithë me Lulzim Bashën, se është partia valla. Patjetër, pra unë këtë të thash. Ishe këtej. U bashkove me Berishën, u bëre kryetar demokratike. Dhe tashti ke dalë përballë prapë. Është e pavërtet sepse kjo është një narrativ që duan t'ia udhëzojnë disa njerëzve. Po ta them unë qartësisht. Unë kam qenë te sigla e Partisë Demokratike, kam shkuar kur ka dalë shumicë zoti Berisha. Kam shkuar dhe kam thënë që po, unë i njoh që ka marr votën. Kam qenë nga të paktët, 4 njerëz kanë marrë bashki. Kam shkuar drejtues politik, kam 2023-ën. Kam marrë. Jo, po tjetrën. Po si tregos, më thuaj një gjë. Çfarë më ka dhënë mua Partia Demokratike? Ma thuaj pak ti. Se unë i kam dhënë këtë fitoren këtu, më ka përjashtuar në 2021-in kam hyrë me garë. Po tash unë mendoj që ti Tela tani ti jam plotësove. Unë mendoj këtë, ja një sekondë. Te kjo çështje e Shkopit kjo është shumë e rëndësishme sepse është identifikuese për Saljanin. Dhe Saljani nuk do ta justifikojë. Për mendimin tim njeriu do të thotë gabove. Të marrësh pjesë në një luftë civile në çdo kraq ti jesh. Po s'kem është gabim, ai është gabim i rënd i PD-s. Po, kushdo që ka marrë pjesë në atë luftë civile, do të thotë ne gabuam. Pjesë dhe bën luftë civile. Ne menduam që ajo është zgjidhja apo s'është zgjidhja. Po Saljani po të rinte jashtë nuk do ishte në asnjë grup. Jo, s'ka lidhje në luftë civile, s'mund marrësh pjesë. Në luftë civile, në luftë politike mund futesh. Po në atë luftë, në atë betejë nuk duhet futesh. Doktori e ndërtoi aty luftën. Të lutem të rikthehemi pak te. Të rikthehemi pak te ai moment. Jo, nuk rikthehemi dot se kemi. Po mi mos e u tha. Mirë, atëre thuaj po 5 fjali. Po. Ai moment ka qenë momenti për Partinë Demokratike në 35 vite një nga momentet më të dëmshme për PD-n, që gjithë secili që ka marrë pjesë duhet kërkoj falje. Nuk po them unë që është një moment krenarie, por po them këtë tjetrën. Ne jemi thirrur në prit. Unë nuk kam ditë atë ditë, ashtu si shumë kolegë të tjerë që aty janë vendosur blinda dhe dyert mbyllura. Jemi thërrit për mbledhje. Kemi shkuar për mbledhje, jemi gjetur ne brenda, disa demokratë tjerë, demokratë gjithë, edhe aty për shkak mendimit. Ja kam thënë, se kam thënë dhe në publika të re, kemi qenë debate. Por e pse, hapeni ty... 5 fjalitash. Se ka rëndësi kjo. Hapeni këtë derën dhe tyrën, se nuk ta jep legitimitetin, kam thënë. Po mimo në rregull. Ta jep legitimitetin Godina. Okej. Dhe në atë moment nuk kam qenë unë duke gjuhet njëri, më shkati tret, se është me dron, duket.